Kërkoni do të flasim më tepër gjykatën e posaçme, ku në fakt po mbahet sot seanca e radhës në ngarkim të ish-presidentit Ilir Meta dhe ish-bashkëshortes së tij Monika Kryemadhe. Zhvillimet atje po i ndjek nga afër gazetarja jon Bleuna Metushi, me të cilën jemi në këtë momente në linjë të drejt për drejt. Bleuna, të përshëndes, çfarë ka ndodhur në seancën e sotme? Iva, për afro 5 orë këtu në gjykatën e posaçme, fillimisht ish-presidenti Ilir Meta dhe më pas ish-deputetja Monika Kryemadhi kundërshtuan akt akuzën e prokurorisë së posaçme, e cila i dyshon ata se janë përfshirë në korrupsion, pastrim parash dhe mosdeklarim të pasurisë në disa raste. Fillimisht ishte ish-presidenti Ilir Meta, i cili por edhe përmes avokatit kundërshtuan dhe kërkuan nga gjykata shpalljen si të papërdorshme të disa provave, konkretisht të disa përgjimeve të cilat janë administruar nga ana e SPAK nga një procedim tjetër i disa vite më parë, ku janë listuar disa komunikime dhe mesazhe që sipas SPAK janë dërguar nga Meta në drejtim të biznesmenit Ismailaj në lidhje me marrëveshjen Çezdia, po ashtu ai kërkoi që nëse këto prova do të konsideroheshin nga gjykata, të bëjë edhe një akt ekspertimi për të vërtetuar se mesazhet janë dërguar nga i vet, pasi i mohon të jetë personi i cili ka dërguar. Gjithashtu Meta kërkoi edhe shpalljen të pavlefshme të akt ekspertizës së pasurisë së tij të bërë nga ana e prokurorisë së posaçme. Nga ana tjetër, Monika Kryemadhi në fjalën e saj e nisi duke i kërkuar gjykatës së posaçme që të shpallë të paligjshme të gjitha komunikimet e ekstraktuara nga ana e prokurorisë së posaçme, të gjetura në një telefon të sekuestruar në banesën e nënës së saj. Sipas zonjës Kryemadhi, vetë sekuestrimi por dhe më pas ekstraktimi i këtyre komunikimeve është bërë në mënyrë të paligjshme, pasi do të duhej më herët një leje nga kuvendi, për sa kohë ajo ishte deputete e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Edhe në këtë moment që ne po raportojmë, vijon fjalën e saj përballë treshës së gjyqtarëve Monika Kryemadhi, e cila është duke kundërshtuar kështu bashkëpunimin që i atribuon SPAK me zotin Meta gjatë kryerjes së veprave penale për cilat ata dyshohen, dhe pritet që kjo seancë të ndërpritet në orën 16, pra në përfundimin e orarit zyrtar, dhe të vijojë të njëjtën tjetër. Qartë, Bleuna, të falenderoj për këtë komunikim të drejt për drejt.